Po e ndëgjova dhe ky nuk është rasti i parë për fatkeq, sepse Serbia nuk po e respekton asnjë të drejtë ndërkombëtare, domethënë me forcat e saj represive dhe format e saj, domethënë represive, nuk është hera e parë për fatkeq. Shumë njerëz si të ata të politikës ose polic ose ushtar janë ndaluar disa prej tyre, domethënë edhe janë arrestuar prej atij sistemi, domethënë ose udhëheqje autokrate atje, domethënë në Serbi. Kjo nuk është diçka e re për Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj. Andaj në këto raste gjithmonë apeli duhet të jetë që nëse ke mundësi ta anashkalosh atë rrugë, ashtu siç veprojnë Shtetet Bashkëkohore të BE-s, ku i udhëzojnë qytetarët e saj që nëse kanë mundësi ndaj në atë shtet ose në këtë shtet, mos kaloni në atë pjesë, sepse mund të ndodhë ndonjë incident. Edhe organet tona, domethënë se këto diplomacisë që janë, pra Ministria e Jashtme, duhet t'i njoftojë domethënë qytetarët, por edhe njerëzit oficial që punojnë në dikasteret ndryshme të ministrive, që ata të anashkalojnë atë rrugë, sepse ne po shohim që po ballafaqohemi me këto probleme ku qarkullimi i lirë i mallrave, i njerëzve dhe shërbimeve nuk po funksionon. Ne kemi parë në aspektin e sigurisë se ai shtet atje me atë establishment autokrat siç e ceka i ka pas 7 ose 8 mbledhje të sigurisë deri më tash. E kemi parë edhe ambasadorin e tyre se çfarë që është në Amerikë, çfarë çështje ka ndaj Republikës Kosovës. Andaj neve si shtet i pavarur dhe sovran nuk na mjafton më të jemi vetëm aktiv, po duhet të jemi proaktiv dhe aty ku na jepet mundësia gjithmonë duhet ta japim apelin se mos i bini asaj rruge, bini ka Kroacia, do të jenë 2 ose 3 orë më shumë, por do ta kesh qetësinë tënde, sepse çastja vetë se po shihet, u pa edhe prej ish-deputetit të nderuar, u pa edhe prej tjerëve në kohrat e kaluara që i kemi diskutuar atë shumë në ato emisione ku kem pas mundësi. Andaj apeli gjithmonë do të vlen si për zyrtar, si për njerëz kur e shohin që kanë probleme me atë shtet, mos t'i bien asaj rruge fare sepse do ta kenë